Përshëndetje nga fshati Landovic, komuna Prizren. Një dy ditë më parë Faiki, veterani e pashë që i lëshoj do peshi këtu në këtë vend e unë dola. Shambull se si mohat fshati pastër. Ku janë zonza, ku janë peshqit e Faikit që i ka lëshu? A janë rrita? 157 në zonë si pas ka Landovica, sukses dhe me thonë pas ka në zonë. Që është fshat, që shënë bëshatis. Ma i miri. Bac. Jo sa bukur. Është një nga fshatrat që ka dhonë dëshmojt lirisa dhe është luftu, shihen edhe ende gjurmë të luftës. Këtu është ta kompleksi. Në këtë shtëpi ishte vendosur shtabi logjistikës në kuadër të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Landovic. Këta kanë ditën e përkujtimit bashkë me krushet madha dhe krushet vogël e shumë dhënë tjera. 26-ën përparimi nipi dërogëve të krushës, këra me fejimin e Ternovsit e Sakil Vëllaqën. Po këta në Prizren jetojnë e ardhen vetë në vitës. Boshi. Sa bukur e kanë bërë. O, lohi për loj. Ko pranë vere me të knaqë syri. Faik ta nuk ka një trandafil, e di që thu s'ki thirë për kafe, po s'kom ko. Se një ditë pushim, do të mi kry dhe punë ka shpia. Në 57 zonës nuk është keq. Mirë u mërtë, pas ka gjallëria prap, sepse aty ku ka fëmi në fshatra, aty ku ka në zonësa, ka gjallëri. Mo është që UÇK-s rruga. O, që në rrugol, bese ka spojina aty. Ej! Këtë rrugë me mija herë kemi rrej për Prizren e rrallë hymë në Landovic. Ja dhe ura e famshme. Dhe pas kësaj vjen Servica, nënën e djatë edhe fshati Piran. Zim Gjona i fshatret e Hasit nënën e Maj. Ju përshëndes.